Kush është fati i Vjosa Osmanit pas këtyre zgjedhjeve? Do përfundoi një deputete e thjeshtë? Karriera politike e Vjosa Osmanit në kuptimin e ngritjes në postet të larta drejtuese ose për të kaluar në zemrat e popullit është e digur përgjithmonë. Ajo me lojrat politike të cilat i mundson ky sistem i çoroditur, që jep mundësi edhe atyre që ngrisin dorën kundër territorit të bëhen president. Më thënë, kalkulimet nga tërresat të cilat ky sistem është i atë të shpik, dhe duke qenë se me 3% pretendohej të kishte kryetarin e parlamentit, mos të çuditën që me 1% të vota kërkon të bëhet presidente dhe ngul këmbë të bëhet presidente. Pra, fuqia atyre destruktive, fuqia atyre nuk matet nga konstruktiviteti. Fuqia këtyre njerëzve marrët nga aftësia destruktive, bllokuese dhe nga aftësia për të shkaktuar krizat të cilat Kosova realisht nuk i ka, po këta vetë ja shkaktojnë. Pra, në aspektin që të bëhet një lider e pranuar në popull, nuk ka asnjë shans, është demaskuar totalisht si një karrieriste shumë e ulët, ndërkohë që me lojrat politike e thash që janë bërë pazaret përfundojnë në vendimarrje të çuditshme. Ju kujtojmë që ne kemi pasur presidente që ka dalë me propozim nga një letër e ashtu quajtur presidente e Zarfit. Nuk është çudi që edhe këta burra gra të çoroditur të mblidhen dhe të tentojnë të bëjnë kësi lloj presidente, por unë mendoj që ka struktura të cilat i komandojnë këto parti momentalisht. Njëra komandohet nga jashtë Kosovës për shkak të aktorëve kryesor të saj që gjenden në burgun e Hagës, ndërsa tjetra që i mban siglën e lëvizjes kombëtare të dikushme LDK, komandohet nga oligarkë të fuqishëm dhe unë mendoj që pavarësisht rezultatit të dobët që do ta marrin, ata do të jenë përsëri bllokues në çështjen e presidentit. Por në anën tjetër, referuar filozofisë Bakuninit që thot mos u mërzitni kur e vjetra po bie, do të thonë se pa rënë ajo në gërmall, do të thonë nuk ndërtohet diçka e ri. Unë mendoj që sa më herët që të delegitimohet ky sistem politik i çoroditur do të jetë më mirë për Kosovën dhe uroj që këta të vazhdojnë edhe një herë me një blokadë të tjetër, sepse do të jetë fundi i tyre për gjithmonë në vendimarrjen e Kosovës. Kora, do ta mbyllim me librin tuaj që ju publikuat pak ditë më parë, e prezantuat edhe në Tiranë, pati një pritje mjaft të mirë nga lexuesit, nga audienca, nga intervistat që ju keni dhënë në Prishtinë dhe në Tiranë. Çfarë trajton edhe për ta lidhur edhe me situatën në trojet tona, duke nisur nga problemet në jug të Shqipërisë, por edhe nga Çamëria, shqiptarët e Maqedonisë, Presheva, normalisht edhe shqiptarët e Malit që kanë dhënë një shembull mjaft të mirë në fakt kohët e fundit, ku janë bashkuar partitë politike shqiptare aty, ndoshta kjo është gjë më e mirë që ka ndodhur këto kohë. Pra, si shikoni ju në tërësi atë që po ndodh në trojet tona tani? Në qoftë se i referohemi përmbajtjes së librit të cilën e kam sjellur për publikum, një lexim për afërsisht 45 deri në 1 orë, varësisht nga natyra individuale e lexuesit veç, kam tentuar të përkufizoj dhe të bëj një rentgen të sinqert, pa kompromis, të faktorëve të rënies, të faktorëve të dobësisë, faktorëve të separatizmit brenda shqiptar. Dhe në këtë kuptim aty kemi identifikuar kapjen e shtetit. Libri Shqiptari përballë rënimit është një rentgen i sinqert i të gjithë situatës dhe i faktorëve të rënies ose të plagështisë gjithëkombëtare. Ajo është një analizë e cila i ka prekur të gjitha dukuritë negative në të cilat ne kemi rënë dhe ka dhënë edhe konstruktimin e një rrugë dalëse për të dalë nga kjo situatë në të cilën jemi.
Përballë rënimit është quajtur për arsye se shqiptarët nuk po punojnë për Bashkimin Kombëtar dhe kemi një vendimarrje kryenice të secilit sipas logjikës së vet, atij bajraktarit në Drenic me bajraktarizmin e tij, këtij në Istog me idenë e tij, atij në Prishtinë me idenë e tij, pastaj kemi edhe krajinore. Rrafshi Dugaxhinit një, Drenica, Rrafshi Kosovës një tjetër, pastaj dalim në Shqipëri, veriun e kemi ndryshe, jugun e kemi ndryshe. Republika e Mirditës, shqiptarëve në Maqedoni janë po ashtu kaotik, vendimarrja në Maltezi, të cilën e përmendje, është po ashtu kaotike. Për faktin tonë të keq kemi disa parti edhe në Luginën e Preshevës, në Bujanoc, në Medvez. Pra kemi bajraktarë të cilët punojnë kundër njëri tjetrit dhe vetë fakti se ekzistojnë si mendësi të tilla tregon se nuk punohet për Bashkimin Kombëtar. Pastaj kemi një gënjeshtër të madhe, një iluzion të madh që shqiptarët do të bashkohen në Bashkimin Evropian, në familjen evropiane, tregimet të cilat ne i kemi të njohura, kemi qenë të bashkuar në Perandorinë Osmane, por përsëri në 4 vilajete. Pastaj ishim edhe në atë Jugosllavinë, vllazërin Bashkimit, por nuk jetoi as ajo. Ishim në Paktin e Varshavës, u dash të dilet nga Pakti i Varshavës, tani jemi në NATO, nuk ka garancione të përhershme për këtë gjëra. Prandaj libri trajton, domethënë, çështjet themelore në të cilat ne momentalisht gjendemi. Fatkeqësisht, nëse para disa vitesh kemi pasur një problem me Republikën Katolike që sabotonte pavarësinë e Shqipërisë, domethënë ishte krijuar nga të huaj si republikë e veçantë. Flas për Shqipërinë në vitin 1913 të tutje. Sot kemi një çoroditje totale brenda hapësirës në etnikumin tonë. Në jug